Në një nga takimet e radhës me qytetarët, kandidati i Partisë Socialiste për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, Klevis Kaso, zhvilloi një bashkëbisedim të posaçëm me përfaqësues të invalidëve të punës. Takimi organizuar në kuadër të platformës së tij elektorale, ku mbrojtja sociale për këtë kategori me një vend të veçantë. Në fjalën e tij, Kaso theksoi se mbështetja për personat me aftësi të kufizuara është jo vetëm një prioritet i programit të tij personal, por dhe një angazhim i qeverisë Rama, nëse qytetarët i besojnë një tjetër mandat. Do ta shtroj si një nga gjërat ose një nga iniciativat për të pasur të secili obor shkolle për të kujdesur për atë kënd sportiv një person invalid ose dhe pse jo dhe me aftësi të kufizuara, siç është dhe më gjerë kjo problematik. Kështu që gjithë secili nga ne, duke dhënë dhe idet dhe duke marrë parasysh iniciativat të caktuara, t'ja dalim që të gjithë juve të ndjeni të përfshirë. Sa bearja 1.25, por duhet jetë dhe më shpesh se sa kaq. Kaso premtoi rikonceptimin dhe ndërtimin e të gjithë sistemit të shërbimeve shëndetësore dhe sociale, duke u përshtatur më mirë me nevojat reale të individëve dhe familjeve të prekura. Një tjetër pikë e rëndësishme ishte zotimi për të rritur minimumin jetik në varësi të shkallës së dëmtimit, si dhe për të mbështetur asistentët personal të kësaj kategorie. Diskutimi u zgjat edhe në drejtim të integrimit të kësaj shtrese në sistemin publik shëndetësor, me theks të veçantë në përmirësimin e infrastrukturës, përgjysmimin e tarifave në linjat urbane dhe interurbane dhe përfshirjen aktive në jetën artistike dhe kulturore të qytetit të Vlorës. Kaso bëri thirrje për bashkëpunim të ngushtë mes qeverisjes vendore dhe asaj qendrore përmes platformave konkrete punësimi, mbështetje dhe përfaqësimi sindikal për personat me aftësi të kufizuara.